mirë se u gjej të gjithëve, jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve. Dhe ndërkohë ka nisur në fakt mbar java sepse i lajmi i bukur që e morëm dje të gjithë dhe sot është përndarë nëpër media i takon pikërisht mbrëmjes së djeshme të ndarjes së çmimeve Oscar edicioni 98, ku pikërisht mes gjithë fituesve, për sa i përket filmit me metrazh të shkurtër, ai që fitoi ishte pikërisht filmi The People Exchanging Saliva i regjisorëve Natalie Mustata dhe Alexander Sain. Ata kanë triumfuar pra në këtë kategori në çmimet Oscar, edhe njerë me filmin me titull The People Exchanging Saliva, dhe gjatë ceremonisë ne kemi parë që ata edhe të përshëndesin sigurisht gjithë ekipin, por edhe aktoren protagoniste të këtij filmi, e cila është aktore nga Kosova dhe është pikërisht Luana Bajrami nga Kosova. Ata e përmendën eksaktësisht kështu. Në mes të sallës së madhe të çmimeve Oscar, Luana Bajramin nga Kosova, tekstualisht kështu përmendu dëgjua dhe Kosova në mes të asaj sallë të jashtëzakonshme me artistët më të mirë praktikisht të mbledhur aty. Kështu që ishte një moment shumë emocionues, edhe krenarie patjetër për gjithë shqiptarët kudo që janë. Shqiptarja e parë e cila bëhet pjesë e një statuje Oscar, pra e fitores të një statuje Oscar, ja të shohim në ekran. Kjo është pikërisht fituesja, aktoria e cila ka një rol protagonist në këtë film me metrazh të shkurtër, i cili tashmë ka fituar një Oscar. Pra një shqiptare tashmë fituese me filmin në të cilin ajo interpreton, fituese një çmimi Oscar, kështu që përgëzime, por do të flasim për çmimet e Oscar edhe më gjatë, pas pak në programin tonë, në pjesën e dytë, sepse në pjesën e parë duam të flasim për një temë tjetër, një temë sociale e cila na intereson të gjithë, patjetër, bëhet fjala për profesionet më të paguara për gjatë 2025-s, jemi referuar një artikulli të shkruar në revistën Monitor, por për të përqendruar më pas në bisedë edhe tek gjinia femërore, pra tek vajzat dhe gratë, cilat do të jenë ato profesione të cilat janë më interesante për to, më të mirë paguara dhe më të kërkuarat, dhe më me perspektivë, le të themi, përmbledhur ndryshe. Kështu që le të presim dy të ftuarat tona dhe më pas të diskutojmë për këtë temë, para që vjen është aktiviste dhe drejtuese e Vision OJF, Suela Koçibellinj, e presim në studio. Falenderoj që këtu duke shumë bukur, shumë elegante të fustanin e bardhë. Falenderoj. Dhe presim të ftuarën tjetër gjithashtu që na bashkohet psikologja e mirënjohur Rudina Koromani, e presim. Rudina, mirë se erdhe. Falenderoj shumë që je këtu. Faleminderit e dashur Rudina. Ja tek jemi. Reatohemi dhe ndërkohë le të nisim me materialin i cili na bën edhe një prezantim të këtyre informacioneve, le të themi profesionet më të paguara për gjatë vitit 2025, cilat kanë qenë, pra cilat janë statistikat i referohemi atyre dhe më pas komentojmë në studio. Le të ndjekim. Paga mesatare mujore bruto në Shqipëri arriti në 84.000 lek në vitin 2025, me një rritje prej 8.6% krahasuar me një vit më parë, duke reflektuar ndryshimet në tregun e punës dhe zhvendosjen e ekonomisë drejt sektorëve më produktiv. Sektorët më të paguar mbeten aktivitetet financiare dhe të sigurimit me 161.000 lek në muaj, të ndjekura nga teknologjia e informacionit dhe komunikacionit me 127.000 lek. Administrata publike dhe mbrojtja e rendit, për herë të parë, ndër më të paguarat, me pagë mesatare 100.000 lek në muaj, ndërsa pasuritë e paluajtshme arritën në rreth 90.000 lek. Rritjen më të shpejtë të pagave e shënoi ndërtimi me 14%, duke arritur në 69.000 lek në muaj. Rritje të ndjeshme pati edhe sektori tregtisë dhe turizmit, me paga mesatare rreth 69.000 lek. Në anën tjetër, bujqësia mbetet sektori me pagat më të ulta, rreth 55.500 lek në muaj. Sipas profesioneve më të paguarit janë menaxherët dhe drejtuesit me 132.000 lek në muaj, ndërsa specialistët me arsim të lartë paguhen mesatarisht 111.000 lek në muaj. Forcat e armatosura shënuan rritjen më të madhe të pagave me 16%, duke arritur në 107.000 lek në muaj, si pjesë e përpjekjeve të NATO-s për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe rritjen e investimeve në mbrojtje. Ky ishte materiali. Si është komenti juaj në
pak fillimisht për këto lloj kategorish dhe këto lloj profesionesh. Dhe këto ishin të përfshira të dyja gjinit, pra ishin për të gjithë. Këto statistika dhe këto të dhëna. Jo, lajmi mirë që ka rritje rrogash. Të paktën duhet pranojmë që nevoja ishte dhe është e tregut gjithmonë që me inflacionin edhe me ndryshimet edhe me hapjen ndaj tregut kemi nevojë të kemi rritje pagash dhe patjetër që është një lajm i mirë që ka rritje pagash dhe sigurisht unë lexoj që rritja e pagave në Shqipëri po ecën paralelisht edhe me trendin e zhvillimit. Jo vetëm të vendit tonë, po edhe të rajonit, po edhe të Evropës. Pra po shohim që IT-a është një ndër degët më të paguara. Dhe njëjta gjë rezulton në Shqipëri, rezulton në vendet e Bashkimit Evropian. Në Shqipëri ne kemi një sektor prioritar turizmin, po edhe fushën e ndërtimit, që shoh që ka një reagim dhe reflektohet edhe në paga, çka unë realisht e vlerësoj që është një shenjë mirë për të rritur edhe ne cilësinë pastaj të shërbimeve që ofrohen si në fushën e turizmit, ashtu edhe në fushën e ndërtimtarisë, që e dim shumë mirë që ka shumë vende, paktën në Shqipërinë e Jugut, që po ndërtohet për treg me cilësi të lartë edhe për vende resorte. Është nevoja e profesioneve më shumë krahasimisht me ato që kanë qenë më të preferuarat, jo ekonomik, juridik, ato që kanë qenë në kohrat tona. Tashmë profesionet e shërbimeve dhe specifike janë më të kërkuarat nga tregu. E vërtet. Ndërkohë, përpara se të vazhdojmë edhe të flasim, sepse dua që bisedën në fakt ta përqendrojmë tek vajzat edhe gratë, duke pasur parasysh perspektivën e tyre edhe gjithmonë në kuadër të emancipimit të tyre, të barazisë gjinore, të pavarësisë të tyre, të krijuar të fitores të pavarësisë, të krijimit të një lloji pavarësie ekonomike, e cila unë besoj që është thelbi i çdo lloj lirie në këtë rast kur bëhet fjala për gratë, sepse është pikërisht në emër të saj, edhe fakti që qëndrojnë të ndrydhura dhe nuk guxojnë të hedhin hapin për të bërë një hap drejt lirisë të tyre nëse janë duke jetuar një jetë të vështirë me një partner apo situata të tjera familjare. Unë besoj që pavarësia ekonomike është gjithmonë faktori kryesor dhe aty duhet pasur parasysh dhe ndoshta aty duaj edhe ta ndërtojmë pak temën për të parë se sa e lehtë apo sa e vështirë mund të jetë, apo cilat janë mundësitë më të mira për një grua të krijojë pavarësi ekonomike. Dua të lexoj një listë me profesione të cilat janë profesione shumë të paguara për vajzat dhe gratë dhe që po dominojnë sot. 2025, pra, paka shumë i kanë nxjerrë këto lista, i takojnë këtij viti. E para është mjekësia e specializuar, pra dermatologji, kirurgji estetike, estetika. Dermatologjia estetike dhe mjekësia anti-aging, gjithashtu që ka marrë një tjetër fokus edhe ajo. Psikologjia terapia, gjithashtu rudina hyn tek profesionet që janë shumë të paguara. Është kështu apo jo? Jo, unë mendoj që aktualisht ne ndodhemi në një realitet në Shqipëri që një parukere dhe një estetiste për bërjen e thonjve fiton shumë më tepër se sa një mjeke, specialiste dermatologe dhe një psikologe. Janë edhe ato. Këtu janë dizajnerat në teknologji për sa i përket webit edhe faqeve të ndryshme dhe gjithçka praktikisht ndahet online. Është marketing digital dhe brand strategy, gjithashtu strategjia e brandit, ligj korporativ, avokati, biznesi, specializime shumë paguara, pra që janë këto porosia intelektuale gjithashtu, data science dhe inteligencë artificiale, edhe aty ka goxha perspektiv për vajzat dhe duke që janë profesionet të preferuara prej tyre, arkitektura, interior design gjithashtu, sipërmarrja në wellness dhe beauty, pra ku përfshihet edhe ajo që përmendi Rudina pak më herët, dominohet nga gratë kjo lloj industrie, dhe content creator. Shohim blogëret e sot, kryesisht janë vajza, ato që e ndërmarrin. Si një profesion i ri, të themi i dalë për shkak të nevojës për të parë për të qenë online. Që kur janë gjeneruar mediat sociale si Instagram e Facebooku, këto janë dhe TikToku. Një fakt interesant në botë sot, 60% e studentëve universitar janë vajza. Pra 60% janë vajza në nivel global. Në disa profesione si psikologjia, mjekësia dhe marketingu, ato janë me shumicë. Dominojnë. Janë më shumë se sa 60%. Çfarë do të thotë që do të kemi në të ardhmen, do jenë ato që do përshtajnë dhe do ofrojnë këto shërbime. Por në disa fusha që janë shumë të paguara, si teknologjia, financa, inxhinieria, ato janë ende më pak.
Janë sërish një minorancë vajzat në këto fusha. Qëndron mendimi maskulisht. Pse vazhdojmë edhe bëhet kjo zgjedhje, le themi, në lidhje me gratë dhe vajzat, pse ende ka një ndarje të këtyre fushave që dominohen nga vajzat apo atyre që dominohen nga djemt? Si mendoni? Tipikisht sa do ne flasim për qasje me barazi gjinore edhe për qasje ku mundësit janë barabarta për të gjitha palët, se këtu është, më thënë shansit të jetë për ata, sigurisht stereotipet të ndërtuara ndër vite nuk luftohen për 5 vjeçar. Pra diçka që është ndërtuar për 50 vite do prap kohë për të luftuar. Dhe sigurisht qasja e parë kur ti bën një zgjedhje për shkollën e lartë, fillon të mendon të gjitha protë dhe kundër. Dhe nëse ti mendon një profil inxhinierik, mendon terrenin, mendon një punë me burra, prandaj janë këto stereotipet kryesorë që ti preferon që si grua të kesh një punë që ndoshta është nga zyra, content creator ose që ka të bëjë me gra. Tani a duhet jetë kështu, kjo është temë tjetër, por po them që qasja e parë kur ti zgjedh profesorin është edhe për të baraspeshuar çfarë të gjen pas, domethënë kur ti je në terren për ta bërë punën, dhe kryesisht pastaj kjo është predispozita që këto që quhen profesione që në terren do të lidhin disi më shumë edhe kohë fizike, se mendon se do të kesh një familje, do kujdesesh për fëmijët, sido që të jetë, prap ngelet rol, edhe sot e kësaj dite tipik i gruas për kujdesja ndaj bebi, derisa bebi të rritet, sa do mund të kesh ndihmën e partnerit. Dhe kjo është arsyeja se pse prap anojnë edhe sot, edhe në botën e zhvilluar, edhe në Europë, edhe në nivel global që disa profesione ngelen më joshës se për vajzë, dhe disa janë më joshës se për djemë. Kjo nuk do të thotë që s'ka lidhje fare me kjo nuk do të thotë që s'ka vajza në inxhinieri, Shiko, ka vajza në inxhinieri, ta themi, se ka, po ka pak, ajo ishte që ta. Nuk është masive. Po ndërkohë gjithë më tepër flitet për zgjedhjen e një profesioni të cilin ti e ke pasion për të mos punuar asnjë ditë më pas. Po, është edhe kjo. Është edhe kjo. Lum kush e ka këtë mundësi, pa diskutim. Por nga ana tjetër, Lutina, si mendon ti, si zgjedh sot një vajzë profesionin e vet? Zgjedh në emër të pasionit për dekën, gjeneratat e reja, po, gjeneratat zë, pa diskutueshmërisht, të sigurisë financiare, apo në emër të tregut të punës, pra çfarë udhëheq një vajzë për të zgjedhur dekën e studimeve? Preferenca është që gjithë secili nga ne, edhe kur të brezave tonë, pra që nga kasim për brezat X, brezat Y dhe Z, që kemi pasur më pak mundësira, preferencat janë gjithmonë drejt pasionit, të bësh atë që ti dëshiron të bësh, në qoftë se të gjitha kushtet janë optimale dhe individi do ishte shumë i lumtur për të ndjekur pasionin dhe ëndrrën e vet. Por, janë gjithmonë faktorë të tjerë që interferojnë dhe ku përfundon individi për një pjesë të mirë të jetës. Ku do thot prindrit që ndikojnë. Për shembull, unë kam bërë 13 vjet një punë që nuk e kam dashur para se të zgjidhja këtë profesion që unë bëj sot. Vërtet çfarë ke bërë? Unë zgjodha gjyletërsinë sepse psikologjia nuk ekzistonte atëherë. Po, ka qenë një dhe kështu që u detyrova të bëja një gjyletërsi sepse mos ngelem pa shkollë të lartë, më pas të mora me televizion, me shumë punë të tjera duke eksperimentuar pra themi dhe duke bërë një punëra që nuk është të më jepnin satisfaksion të asaj që më jep mua profesioni psikologësh sot. Që ndjehem shumë e përmbushur dhe ndjej që bëj atë që dua të bëj. Sepse të tëra ishin korat. A është e gabuar sot që një vajzë ta zgjedhi profesionin e saj ose dekën e universitetit thjesht duke pasur parasysh sigurinë financiare në të ardhmen? Jo, është drejt. Pra, pavarësisht as pak s'është e gabuar. Pjesa e induktimit të nisësh të zgjedhësh një profesion për shkak se je e mirë paguar, ka lidhje edhe me motivimin e individit. Pra, për atë individ, motivi më i madh është pjesa e të bërit lek. Në qoftë se për mua ka qenë pjesa emocionale të ndihesha mirë me atë që bëj, ka dhe nuk duhen gjykuar personat që dëshirojnë që të zgjedhin punë, të bëjmë punë që janë të mirë paguara. Po duket sikur e kufizojmë kur themi që dëshiron të bëj para, Unë mendoj që më e gjerë do të ishte po të thonim që dëshiron të krijojë siguri financiare, pra të jetë një grua e pavarur dhe nga askush. Po, pa e paragjykuar fare. Dhe mos harrojmë sot këshillimi i karrierës për këtë gjë synohet. Pra ne pse themi që na mungon ende këshillimi i karrierës nëpër shkolla, nuk është në nivelin e duhur sepse nuk të orienton ty të kuptosh se cilat janë profesionet në 5 vjeçarin e ardhshëm të suksesshme, cilat janë ato në 10 vjeçarin e ardhshëm të pritshëm, që është absolutisht shumë e drejtë që ti të mendosh me lapse me letër në pikën që thua prit, unë do bëj këtë profesion sepse pasionin do kesh gjithmonë kohën ta ndjekësh. Nuk ta ndalon askush atë pasionin që ti ke dhe dëshirën tënde për të eksploruar në filan fush apo në filan drejtim. Po ndërkohë që ti jesh ajo e pavarur, që ti jesh zonja e vetes, pse jo të ushqesh të pasionin tënd, ke nevojë që profesionin ta kesh të kalkuluar, sepse është ajo puna e përditshme që unë besoj fort që ti mëson ta duash, sepse edhe kjo është qasje. Atë gjë që bën çdo ditë duhet të mësosh ta duash që të ketë rezultat. Si mendoni ju, cilat janë ato profesione që janë të bukura po paguhen më pak sot? Edhe që pa diskutim dikush e mendon mirë. Varet nga kushtet që ka individi. Ju mendoni që janë të profesione vërtet të bukura, po
Paguajnë pak, thjesht pak. Aktualisht unë ja thash, unë bëj një punë që është krahasimisht, është më pak e paguar se sa një paruker në lagje. Pra themi, një lagje imja ka 10 paruker. Po kjo, psikologët se janë paguar pak, psikologët? Shikoja ta them unë. Nga mëngjesi deri në darkë ata janë të përnotuar në oraret e tyre dhe fitimi i këtyre qendrave dhe parukerive dhe bërjes së thonjve janë të gjitha oraret e përnotuara. Ndërkohë që oraret e një psikolog, asnjë psikolog nuk mund të bëjë më shumë se 3 raste, 4 raste në ditë. Po ju keni tarifat më të ulta. Aq është kontingjenti dhe kërkesa sepse këtu kene ende përdorojnë shërbime luksi, shërbime psikoterapeutike, mbasi kanë 15 ditë që vuajnë me akt, mbasi kanë takuar 20 doktor dhe mjek, atëherë zgjedhin të vinë kur 15 doktorë kanë thënë që dëgjoj se ke nevojë për psikolog, nuk është ende normale. Kërkuar ndihmë në krah se dikush ka shenja. Unë do qëndroj tek pika që duke ne është shumë i vogël krahasimisht me vendet perëndimore ku ti do 6 muaj para se të përnotosh një seancë te psikologu. Pra i ke shumë të pakta si shërbime. Ndërkohë këtu kene janë të përnotuara parukerët, klinikat, qendrat estetike. Edhe në Europë. Shiko, në përgjithësi tendenca është që ato të jenë të përnotuara, se edhe ajo ndikon nga ana psikologjike. Nga njëherë ai thotë mos ta shkoj te psikoterapisti, po shkoj dhe bie më mirë atje dhe ajo është terapi është në vetvete. Por duhet kjo është e rëndësishme që nëse ka nevojë shëndetit mendor duhet ta anashkaluar. Janë prioritet. Agravon pastaj situata. Janë prioritet pikërisht për të mos ndodhur ato ngjarjet sociale të cilat neve ftohemi vazhdimisht edhe pse ndodhen dhe si ndodhen. Duhet të kuptojmë që shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm, megjithatë duhet ta pranojmë që unë besoj që profesioni mësuesit është një profesion i bukur, është një profesion që ka mision, është një profesion që nëse ti e zgjedh du ta duar shumë fort, sepse do mendosh që e gjithë jetën me nxënës dhe gjithë jetën me brezin e ardhshëm, dhe sigurisht me një profesion i papaguar ose i paguar keq në vendin tonë. Jo mjaftueshëm. Edhe arti paguhet shumë pak. Edhe arti paguhet pak. E vërtet. Mirë, pse vajzat ende sot kanë paragjykime ose në farë mënyrë stepe kur bëhet fjala për këto degët e vështira? Pse janë pak ende vajzat në inxhinierisë, siç e tham pak më herët? Në degët e teknologjisë, në ato të ndërtimit, pse vazhdon është... Sepse pritshmëritë e shoqërisë ndaj vajzave janë ende shumë stereotipe gjinore, pra pritet që vajza tjetë ajo që do kujdeset gjithkohën për bebin, ajo që do ketë përgjegjësi për familjen, ndërkohë këto shikohen se pozicionet janë burrërore. Suela, unë mendoj që janë më delikate, janë breza më delikate aktualisht. Unë mendoj se kanë të kaluar në asnjë pengon në por janë pozicione pune që ke, për shembull, nëse do jesh inxhinier kantieri, do jesh gjithkohën në kantier diku larg në jug të Shqipërisë me burra. Pra kjo nuk është e lehtë akoma në mirë pranimin edhe të burrave ndaj teje, kur ju shkon ti si inxhinier ndërtimi atje, po edhe e jotja ka këtyre personazhe që do punosh, do jetosh në një vend përbashkët. Pra nuk është kaq e thjeshtë akoma. Unë e kuptoj që ka evoluar. Po ka ende shumë. Po kujtua dje, po shikoja në plan nostalgjia filmin Kapedani dje, se i jepen aty me orare dhe kjo na ndihmon shumë të ndjekur filmat nga fillimi deri në fund, se gjithmonë i ka mos i ndaluar. Asnjë nga fillimin. Edhe aty jemi shkruar duke qeshur dje me Kapedanin dhe ka ende shumë të tillë në shoqëri. Ende akoma që ty nuk je më në kushte komode. Pra paragjykohesh, sfidohesh për atë pozicion, nuk merresh në konsideratë. Unë shikoj për te i barazis gjinore, mendoj se janë te kaluar të tilla gjëra. Mendoj të te kaluara, mendoj që janë më të brishta, më delikate. Brezi aktual është më delikat. Nuk i pëlqen vlerësia, i pëlqen pjesa që tjetë të bëj punë, të bëj punë që i pëlqen, që i jep satisfaksion, por dhe jo me shumë sakrifica, por dhe jo shumë impenjative, por dhe sa në mënyrë sa më komode. Nuk janë brezi sakrificave si shkanë qënë brezi i grave më përpara, të cilat janë lutur me të tjerë, me tjetër kulturë, po, me tjetër kulturë dhe bënën çdo lloj profesioni me sakrificë, sepse ishte kultura një për të gjithë për një. Dhe ajo... E qartë. Shiko, edhe sot ka vajza që bëjnë diferencën dhe gra që bëjnë diferencën. Edhe aso kohë ka pas pak që guxonin e bëjnë diferencën dhe ca që nuk bëjnë. Domethënë, masivja ka disa kushte që pse ti zgjedh se ndikohesh nga prindi, ndikohesh nga rryma, ndikohesh nga mentaliteti, po në përgjithësi ka dhe sot gra dhe vajza që bëjnë diferencën, ëh? Zgjedhin dhe profesionin që ndoshta s'është fare normal, po e zgjedhin. Po, varet kjo se është edhe më e thellë gjëja, varet nga që ka mënyra se si rriten ato. Bëjnë ndoshta diferencën shumë më tepër kur ta kenë karakteriale të tyre, ëh, sesa nga si rezultati edukimit të prindërve. Janë shumë faktorë që bëhen bashkë, Rudi. Ende prindrit tek ne
ndryshojnë në prindërim. Pra, ndryshon prindërimi ndaj një vajze dhe është ndryshe prindërimi ndaj një djali. Po dhe pritshmëritë janë të ndryshme. Kjo edhe reflektohet në të ardhmen në zgjedhjet e profesioneve të tyre në këtë formë. Edhe pritshmëritë janë të ndryshme. Për sa kohë pritshmëritë janë të ndryshme, pastaj edhe ndikimi profesionit është ajo gjë, se ti din çfarë pritet nga ti, çfarë pret shoqëria nga ti, çfarë pret familja nga ti. Pra, unë e kuptoj që sot ne nuk flasim për barazi gjinore siç kemi folur para 15 vitesh. Jam shumë e qartë për këtë gjë. Por gjithsesi, në të gjithë botën nuk është më, domethënë, ende nuk jemi aty ku duhet të ishte që të mos kishte një lloj paragjykimi. Që janë dhe impenjative, janë disa punë, burrash janë impenjative, që në përshme ndërtime, inxhinjeri, janë më tepër impenjative dhe... Kemi parë gra që po japin më pak kohë gruas për të qenë prezente në familje dhe me fëmijë. Që janë më shumë impenjative dhe më shumë punë. Unë mendoj që ti je edukatore në qerë dhe është punë shumë impenjative. Do doja shumë ta bënin burrat. Jo, po nuk kanë durimin për ta bërë. Jo, po nuk kanë durimin kur për ta bërë. Mendoj që këtu do kishte parazitur. Nga ana psikologjike, si shpjegohet fakti që vajzat kanë më pak prirje për të kërkuar rritje page apo pozicione drejtuese përgjatë karrierës së tyre, si mendon? Kanë më pak prirje, këto janë rezultatet e studimesh? Kanë më pak prirje vajzat për të kërkuar rritje rroge. Kemi pasur studimet e kësaj natyre. Sepse unë sot, në ato që jam duke parë sipas studimeve, gjetjeve të studimeve, jam duke parë pjesën e ambicjes në të dyja gjinit në të njëjtën nivel. Pra pjesën e ambicjes, të suksesit dhe për rritje page dhe për të qenë suksesshëm dhe për të qenë për të arritur majat sa më shpejt, po e shikoj këtë dyja gjinit sipas studimeve që lexoj të brezave të mbi gjeneratën Z. Pra, kryesisht unë lexoj shumë mbi këtë gjenerat dhe kam informacione të fundit. Pra, të themi, nuk ndikon që pjesa e suksesit e kanë të njëjtë në të dyja palët. Pra, nuk ka ndryshim në këtë pjesë. Por, duke qenë se mashkulli në vetvete nga pikpamja gjinore, grintën e për të qenë i suksesshëm, se i duhet që të jetë i suksesshëm, se po të mos jetë i suksesshëm, ajo është pjesa që i hap dyert për të fejuar, për të martuar, për të fejuar familje. Po. Ndërkohë që të femra nuk është se e ka domosdoshmëri, mjafton që ajo tjetë, okej, jam në kërkim për të gjetur disa nga pse. Tek mashkulli, tek burri, është një domosdoshmëri. është domosdoshmëri. Ati i duhet me patjetër vetë shoqëria ja ka imponuar që të jetë të suksesshëm, sepse ajo është ai që do mbaj familjen. Ja ka vendosur një barë shumë të madhe çka e detyron atë që të kërkoj rritje rroge të vazhdueshme, e të bëja korbatësira me shefat edhe të bëj dy punë. Në një aspekt tjetër për një vajzë mund të jetë më e vështirë gjeta një punë të dytë, kurse një mashkull për shembull mund ta ketë më lehtë, sepse janë pak më çapkën ose pak më të lëvizshëm, kanë më shumë shoqëri, pinë birra në oraret e vona. Pra e ka më të lehtë nëse gjen një vend pune të dytë, nëse po themi si aprovot ose shefi nuk bëhet me nerva për rritjen e pagës. Ndërkohë një vajzë do ta mendoj akoma shumë më mirë nëse kjo gjëja i prish apo nuk i prish punë, sepse ndoshta mund ta ketë pak më të vështirë, edhe paragjykimi është pak më i vështirë dhe në treg që shikoj si u heq nga puna, se e grua, ka ndonjë gjë mbrapa. Pra ka akoma disa skema që ngelen tek kur bëhet fjala për gjininë femërore. Nëse marrin hapa të tillë, shikohen shumë më guximtar sa kur merren nga meshkujt. Ndërkohë e drejta është për të marrë të dy njëkohësisht. E drejta dhe rezultatet. Çu duhet ishte, absolutisht. Po thonë që shpeshherë janë edhe shumë efikase, shumë cilësore, absolutisht që po. Shumë të shpejta, shumë të afta. Mirë, si mendoni ju cila është aftësia më e rëndësishme që duhet të ketë sot një grua për të zgjedhur një profesion të mirë paguar? Aftësia që duhet të ketë? Shiko, unë mendoj që vajzat, domethënë, ne bëjmë zgjedhjen për profesionin në moshën që akoma nuk e dim çfarë do zgjedhim, 18 vjeç, 19 vjeç. Dhe në këtë pikë sot besoj që absolutisht kanë nevojë të rinjtë të rejat, po themi të rejat, që të bëjnë një studim të mirë të tregut. Dhe të mundohen të përfshin emocionin deri në momentin që duhet, dhe të mos jetë ai orientuesi për vendimarrjen. Pra duhet të ecën me lapsa dhe me letër në këtë lloj vendimarrje, sepse bëhet fjalë për një profesion që të duhet për jetën. Dhe që të duhet të mësosh ta duash të lloj profesioni. Por absolutisht unë këtu nuk jam asnjëherë kundër që ti të ndjekësh pasionet e tua, se duket kjo sfida e vështirë. Unë do zgjedh diçka, do mbarojnë të mbyllen dyert e tjera, jo nuk mbyllet asnjë gjë. Sot ose prej disa vitesh tashmë, të mësuarit është një proces që vazhdon gjithë jetën. Nëse nuk mbaron aty, pra ti ke mundësi rrugës të zgjedhësh diçka tjetër edhe të ndrosh drejtim nëse nuk ndjehesh mirë. Çfarë do t'i sugjeroni ti una të zgjedhjen e parë, të zgjidhte pasionin apo sigurinë financiare? Unë mendoj që është të parë ke nevojë të zgjedhjen e parë. Pastaj rrugës mund ta ndroj. Okej, po e pranojmë këtë gjë. Si zgjedhjen e parë. Në këto kushte, si zgjedhja e parë, çfarë duhet ta udhëheqësh të zgjedhë pasion apo sigurinë financiare? Zgjedhja e parë është ajo që do dalë që do imponoj moment
momenti në të cilën ajo gjendet edhe kush dele para dhe mundësia më e mirë, si zgjedhja e parë. Pa diskutim, janë shumë e rrallë fati që ti të zgjedhësh pasionin që në fillim. Pavarësisht ndonjë 18 vjeçar thot, do bëm 18 vjeç të ikë nga shtëpia, jetoj më vete, a thot ti mund të kesh aftësi të ndryshme dhe ti mund të jesh më e mira në treg, por nëse ti nuk ke disa aftësi që koha sot kërkon, të cilat janë ato soft skills, ato aftësit sociale dhe tipare të personalitetit, të një sigurie, konfidence, vetbesimi, të dish, të shesësh ta japësh ato aftësit tënden tregut, apo dhe të përcithësh ato që ti do të bësh, të dish se ta shesësh, këto janë ato aftësi të cilat i duhen një grua për qenë e suksesshme në kohët e sotme. Jetojmë në një kohë ku rivaliteti mes meshkujve dhe femrave të gjithë duan të jenë të suksesshëm, të gjithë duan të bëjnë para dhe pjesa e kësaj gare është bërë shumë e vështirë, shumë e ashpër, madje luan edhe elemente të Machiavellit ku luhet çdo lloj elementi për të arritur ato qëllimet. Justifikon mjetin, për të arritur ato qëllimet e tyre, unë thjesht do i këshilloja që vërtet të kenë ato ambitet e tyre për të ecur përpara, por të mos harrojnë asnjëherë pjesën se kush janë. Unë për 8 marsin thash një shprehje, grua ji e butë në atë fortësinë tënde dhe ji e fort në atë butësinë tënde. Mos u mbasin kur atë butësinë, gruaja e kam për gruan, sepse aty është unikaliteti, ajo që na dallon nga meshkujt, ajo që na bën pjesën e bukur tonën. Sigurisht që do garojmë ata, sigurisht që kemi treguar që jemi të zonjat si ata, por ne kemi diçka që ata nuk e kanë, dhe është pikërisht ajo butësia, është ajo pjesa që na dallon. Nëse do t'ju kërkonte një këshill sot një maturante, e cila do të zgjedhë, është duke zgjedhur degën për universitet. Cilat degë do t'i rekomandoje ti personalisht? Unë do bëja një test personaliteti. Edhe kohën në cilën jetojmë. Pra gjë e parë që do bëja një test personaliteti dhe do shikoja si në cilat tipare ajo do shënon të pikë më të larta dhe aty ku do shënon të pikë më të larta, aty do t'i rekomandoja dhe profesionet të cilat rekomandohen bazuar në ato tipare personaliteti. Në qoftë se janë personalitete që janë të hapura, shumë që i pëlqejnë marrëdhëniet sociale, janë shumë të hapur, do rekomandoja ato që lidhen profesionet që lidhen me shërbimet. Janë shumë të mira individi që gjendet mirë me qenien njerëzore dhe të gjitha të profesionet që lidhen me shërbimet mund të janë shumë efikase. Mësuese, psikologe, mjeke, pra të gjitha që lidhen në marrëdhënie me individin. Pra në varësi të tipareve të personalitetit që ka një fëmijë. Por që gjithmonë dhe aftësive dhe talenteve që ka. Të fitoj një pavarësi financiare, se më besoj që kjo duhet t'i arritja e parë për një grua. Inxhinieria kompjuterike, inxhinieria kompjuterike është e para. Mund ta konsideroj si një hobi, mund ta bëj në një formë tjetër, mund ta shndërroj më pas rrugës pasionin në profesion, por mendoj që duhet të udhëhiqet së pari nga qëllimi për të siguruar pavarësinë e vet financiare, apo jo? Unë mendoj që jeta është kalkulim, pra jo në këtë mënyrë kaq thjesht të thënë, po që është, dhe fëmijës duhet të fillojmë t'ia mësojmë të gjën që në klasën e 5, klasën e 6, të marrin përgjegjësi për gjëra që bëjnë. Dhe njëta gjë është përgjegjësi, dhe ti kur zgjedh profesionin, ban përgjegjësi për veten tënde. Ëndra e një 18 vjeçari është të dalë të jetojmë vete. Kjo është shpreha standarde. Kur do largohem unë nga shtëpia, atëherë që të kalosh më vete, ke nevojë të fitosh. Që të fitosh, ke nevojë të kesh një profesion, tani hajde të bim bashkarisht, të ndihmoj dhe prindin, në mos të këshilloj dikush, që pastaj të zgjedhë atë profesionin që sot është edhe trendi, se për mua kjo përbën interes sot. Profesionet kanë ndryshuar shumë. Kur kam mbaruar unë dikur profesionin tim të parë përkthyese, sot përkthimi pothuajse s'duhet gjë më fare, por që gjithsesi, nëse nuk është më përkthim, janë aftësitë e komunikimit, është ndërveprimi, është proces edukimi, ka dhënë shumë aftësi të tjera rrugës. Megjithëse ai kishte vetëm termin përkthim, brenda ka pas 5 degë të tjera, që ti ke pas mundësinë që të merrje. Dhe kështu janë po prapë edhe degët, ke mundësi të përfitosh nga ata. Pra ta shohin gjithmonë kështu dhe mënyrë se si e zgjedhin degën e tyre, që aty brenda asnjë degë nuk është e akullt, e ngurtë, fiks aq. Ti ke mundësi të marrësh shumë degë që ndërthuren me njëra tjetrën. Patjetër, po besoj që gjithsesi zgjedhjet më të mira janë ato që janë përmbushse të individit, zgjedhjet më të mira dhe më optimale. Kur individi, të themi, e ka të zgjidhur paksa nga prindrit pjesën kur nuk e ka? Po.
Kur nuk e ka, pastaj sigurisht që zgjedhja e parë është detyruar atë çka siç më ka detyruar mua. Sa çështje studimi dhe pasioni, është që merr dhe aftësi shumë të mira. Çështje lirie personale. Racionale, në emër të kësaj, patjetër që ti duhet të bësh llogaritë, nëse liria është gjëja më e rëndësishme për një njerëz dhe ti atë synon, të sigurosh, ti garantosh vetes, besoj që duhet bërë sa llogari dhe i lëm pak rrugës së zgjedhjet edhe preferencat, por duhet jemi me laps me letër ndoshta që në Jo, përveç kësaj çfarë do të them. Sigurisht ti marrësh maksimumin asaj gjë që do të bësh. Në sinkron edhe në harmoni me preferencat e tua dhe me gjërat që të pëlqejnë. Çfarë do lloj dege, e cila sepse këtë dua të them, pra nëse një të riu ajo dega që zgjedh, ndoshta me llogari matematike i del shumë eficiente, po ndërkohë nga pasioni thotë jo se ka mundësi të gjejë edhe pasionin brenda asaj dege. Pra ta shohë që brenda çdo dege ka disa lloj variante që ti mundesh të fusësh dhe pasionin tënd brenda. Si ato me të ardhme janë ato që lidhen me inxhinierin kompjuterike. Absolutisht. Çdo profesion që zgjidhet në inxhinierin kompjuterike është profesioni të ardhmes dhe i garantuar që do ketë sukses dhe këto janë zgjedhjet më të shumta, pra të themi që cilat po bëhen dhe po orientohen në vërtet aktuar. Për vajzat dhe gratë, sepse ky ishte fokusi i temës së sotme. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Të kënaqësi dhe çans gjithmonë që kam në studio, ju uroj punë të mbarë, ndërkohë që ne kemi publicitet, kthehemi pas pak.